Shqipëria ka shënuar një moment historik në rrugën e saj europiane duke hapur kapitullin e 6 të fundit të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Vetëm brenda një viti, vendi ka arritur të përmbyll hapjen e të gjithë grup kapitujve, një ritëm që komisionerja për zgjerim Marta Kos e vlerësoi si shembullor. Në fjalën e saj, Kos u shpreh se kjo ditë nuk është e rëndësishme vetëm për Shqipërinë, por edhe për BE-n, pasi dëshmon se procesi i zgjerimit prodhon rezultate konkrete dhe se Bashkimi Evropian mund të mbështetet tek Shqipëria në të ardhmen. Ky sukses nuk do të ishte i mundur pa angazhimin e patundur politik të Shqipërisë dhe nga angazhimi i fortë i të gjithë shteteve anëtare për të mbështetur ecurinë e Shqipërisë. Suksesi i Shqipërisë është rezultati i punës së autoriteteve shqiptare me shoqërinë civile dhe me aktorë të tjerë në zbatimin e reformave të rëndësishme të BE-s dhe është rezultati i qytetarëve shqiptarë që kërkojnë ndryshim dhe i mbështesin këto ndryshime. Shqipëria është shembulli më i mirë i fuqisë transformuese të zgjerimit. Çelja e të gjithë grup kapitujve është një sukses i jashtëzakonshëm, por mbyllja e tyre është çmim real. Jam personalisht e përkushtuar t'ju mbështes të ndërtoni një të ardhme të bekat për të gjithë shqiptarët në shtëpinë e tyre në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama i përshëndeti ditën si një arritje që vetëm një vit më parë dukej si ëndër. Ai e quajti Marta Kos, kampione të procesit të antarësimit të Shqipërisë, duke vlerësuar rolin e saj dhe të institucioneve europiane në avancimin e negociatave. Do bëjmë gjithçka kemi në dorë për të ecur përpara me të njëjtin intensitet, me të njëjtin disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate, për të siguruar që ky proces i përbashkët që po e ndërtojmë gur pas guri, së bashku me partnerët tanë këtu në Bruksel dhe me partnerët tanë në shtetet anëtare të mos ndalet. Ç'të thuash më shumë sot, Shqipëria del më krenare nga kjo fazë e parë, e madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie, bazuar në planin për të përfunduar këtë fazë të parë duke përmbyllur bisedimet e antarësimit brenda 2027-s e të hymë në një fazë të mbështetjes politike e të antarësimit të plot. Edhe ministrja daneze e punëve të jashtme, Marie Bjerre, vendi së cilës e mban aktualisht presidencën e BE-s, e cilësoi këtë ditë si një gur kilometrik të jashtëzakonshëm, duke thënë se progresi i Shqipërisë është një frymëzim për të gjitha vendet e tjera që aspirojnë Bashkimin Evropian. Në praninë e komisioneres Marta Kos u inaugurua gjithashtu godina e re e misionit të Shqipërisë pranë BE-s në Bruksel, një tjetër hap simbolik që forcon praninë institucionale të vendit në qendër të vendimarrjes europiane.